sepse në të kundërt, as do të kemi dot një gjyqësor, jo vetëm të pavarur, po dhe domosdoshmërisht të paanshëm dhe profesional, po as do të kemi dot një shtet funksional. Një administratë publike e cila t'jap më të mirën e vet për performancën e shtetit, pa pasur frikë të marrë vendime, deri dhe për blerjen e letrës higjienike. Karanja, jemi në kushtet ku sot kemi një administratë të tmerruar, nga spak, siç thot kryeministri, që as letra higjienike nuk e hedhin dot firmën ata punonësit për të bërë ato tenderat e vegjël, ato prokurimet më saktë. Po, kohët e fundit kemi pasur shumë procedime penale për nenin 258. Që është? Çfarë thotë? Shkelje e barazisë në tender. Shkelje, okej. Dhe duke llogarit dhe letrat higjienike, të cilat janë të domosdoshme për administratën publike. Po patjetër. Janë shumë të domosdoshme, po letra, me që kanë ngelte letra, them që ato kanë nevojë sepse nga që punojnë shumë, shkojnë dhe në banjo më shumë. Është e vërtetë që ka një farë stepi për sa i përket këtij tendera. Ose duhet rregullu procedura të jetë më e thjeshtë, por unë mendoj procedura transparente, pra të kemi transparencë në tendera, sepse sot mos bëhen tendera që s'dihen se çfarë tender, për shembull tendere sekret që në studion tuaj foli dhe Gent Progni, që nga 10 milion euro tenderi çokoladës shko 40 milion euro. Po normal duhet të kesh frikë të fimozësh 40 milion euro çokoladë. Tash rasti i tij është flagrant. Po kur kemi transparencë, qoftë blerjen e letrave, se letra nuk është sekret shtetëror. Letra higjienike, sapuni, kryqëzat e dhëmbëve, nëse i duan, se hajnë shumë. Prandaj këto transparenca, gjithmonë transparenca, sjell që njerëzit nuk kanë frikë, pra ja jep firmës që ta kanë. Në rast se kanë ndërhyrje, pra duhet lënë administrata të zgjidhë atë që meriton, sepse edhe kur bëhet i garë, kur deli i pari, pra e shohin gjithë, ai që doli i pari, deli i pari të marrë garën. Jo ai i fundit, siç kemi parë te tenderi i tunelit të Llogaras, doli kompania e para, u gjeti tjetër, bashkë me këtë tjetrin doli e para dy, po kjo ishte e para vetëm, pse u fut turku kot pa lidhje. Pra, domethënë këtu ne konstatojmë që ka problematika. Pra dhe ata që firmosin tender duhet i shohin mirë, t'ia japin tenderit atij që meriton. Sepse shohim një centralizim të tenderave dhe sepse pse është bërë tender, gjithashtu kot s'bëhet tender fare ardhe merr këtë marrë punë. Pra ti s'mund ta veshësh palishmërinë nëpërmjet një tenderi për një konkurs fiktiv. Ndërsa po të bëhen publike tenderat, që ti din gjithë çfarë keq ka tjetër dhe edhe mediat për tenderat caktuar që janë tenderat ndej. Se nuk po diskutohet se për tendera letrash. Nuk është procedurë kush për letra. Rama e mori sigurisht si krahasim, si metaforë që po kanë frikë ata për letrat higjienike sepse për administratën ndoshta edhe letrat janë të rëndësishme, por ne do kemi te tenderat ndaj që janë tendera me miliona euro duhet një transparencë. Pra për tenderat mbi 50.000 euro, mbi 30.000 euro sepse nuk janë shuma të vogla. Pra janë shuma që duhet kemi transparencë, administrata të jetë lidhë jo dali me telefon. Nga hetimet e spakut ne na rezulton që tender nuk ka tender, pra nuk ka konkurrencë. Pra pse ndodh kjo? Pse jepet një kompanie që dele dyta dhe është e provuar tashmë që tenderat nuk bëhen saktë sipas ligjit, sepse qëllimi i tenderit çfarë është garë. Është një garë që të fitojë më i miri. Gjithsa ka fituar ai që nuk e meriton dhe ka qenë loja ka qenë e shitme, si punë një neshje shitme, që di rezultati që në fillim që do dalin neshja dysh. Dhe atëherë që këtu është konsumu, është ke ligjit, është neni 258 i kodit penal. Ka të drejtë administrata tjetë e friksuar nga spagu? Ka drejtë se kanë shkel ligjin. Ai që ka shkel ligjin të ketë frikë. Kur i ke bërë tenderat siç duhet, nëse një kompani e mirë ka marrë tenderin, nëse shërbimi është bërë, ne konstatojmë sot tenderat. Për shembull rasti i shëmbjes së rrugës së Elbasanit. Është shemb rruga është bërë një projekt i gabuar. Kush i ka marrë tenderat? Pra këtu spagu duhet të hetoj tenderin e projektit. Kush e ka bërë këtë projekt? Pra vetëm aty ishin 4 shkelje. E para ishte urë në vend Turës. Nuk ishte urë, po ishte bërë mbushje. E dyta, zona nuk ishte bërë studimi gjeologjik. E treta, ishte një zonë që nuk mbante, dhe ata i kishin vënë mbushje, i kishin vënë peshë. E katra kanë shkatruar rrugën ekzistuese, sepse u shëm rrugë e re ratë rrugë e vjetër. E pesta kanë ngryr lumin dhe lëndën e lumit e kanë futne. Pra, e kanë sulmuar rrugën e vjetër nga 2 krahat. Kush i bën këto projekte? Ai duhet ketë frikë. Pra, ai duhet ketë frikë sepse këta po të veshë
edhe nga hetimet e SPAK-ut, da rezulton që edhe tenderat e projektimeve, supervizimeve dhe gjitha, ka akte korruptive. Balluku sot ka bërë një reagim dhe thotë po bëhet një punë kolosale thotë për korridorin e 8 thotë. Dhe shembullore standardeve europiane, ndërkohë që 700 tenxheret politike mediatike mbytën miletin me bombat artizanale mbi segmentin prej disa qindra metrash të rrugës së vjetër, të cilën e bllokoi rrëshqitja e tokës pas një lidhje hiç zero thot me investimin e ri madhor thot. Ju uroj një fundjavë të qetë dhe larg tenxhereve të qametit artificial. Tani ne sa pa media ne nuk do bëjmë debat publik me zonjën Balluk, por fakti ishte fakt. Rruga e re u shem. Dhe ra tek rruga e vjetër. A është ky fakti, po. Rruga e re për fat ishin afër, se po të ishin larg, do thoshim. Ura ishte e kohës Enver Hoxhës, ishte gjitha ure modhe. Këtu s'kishte urë fare, kishin bloku projnë. Pra që këtu tregon për pavësi. Pra si të shkatron sistemin e drejtësisë këne, pra se dhe drejtësia këshu për shemet dosit po ikin, këshu u shem dhe rruga. Ku është ura? Ku është s'ke urë? Pra ti urën e ke poshtë, nga do kaloj uri poshtë. Tani ti gëzon se po bën një bypass, po ti shif, po ti ishte projekti i sakt, ti ishte bo studimi gjeologjik, rrjedha e ujit ti ishte si duhet, s'do ndodhte kjo pasojë që të bllokohet qarkullimi. Kjo lloj qarkullimi nuk ka bo vaki as në kohë turkut, as që të bllokohet rruga fare. S'ka bo vaki dhe vjen si pasojë e tenderave e nini 258, e tenderave të gabuar. Shkeles barazis. Po pa, sepse ti ja ke dhënë tender një të paafti ose një që merret sa bën. Jo. Pra, ja ka dhënë një personi që merr 2 lekë futin në xhep, e shohin në Google atë që rrugën drejt, janë këto me mbushje, sepse po shohin tash se shkenca ka ecur, bëhet me mbushje, po me mbushje bëhet rruga kur ka bazament poshtë. Jo mbushje bëhet kur aty është në lum, s'bëhet mbushja në lum, lumi do ur, po ura çfarë ka? Sepse na rezulton e njëjta gjë me urat. U zhduk ura këtu për shembull, tek kjo zonë këtu? Ku janë zhduk 2 ura tjera tek tuneli i Llogaras? Pra fenomeni i zhdukjes urave ne po na hahen urat. Pra po hahen një urë këtu po hahet një urë tjetër. Pra ne konstatojmë projekte jo transparente, të cilat janë në kundërshtim me rregullat teknik, sepse ne këta pretendojnë që ka shira. Por ne kemi studimin e Bankës Botërore, studimin e Bergit, që thotë në vitet që vinë do rriten shira sepse po kanë ndryshime klimatike. Pra ti do bësh një rrugë dhe projekti duhet të jetë në përshtatje me këto ndryshime. Nëse më përpara studimi gjeologjik zgjasë muj sot ta bësh 5 muj, o ta bësh siç duhet, sepse çfarë ndodhet? Sot kët pasojë. Dhe fakti është rruga e re ka ratë rruga vjetër. Pra tregon nivelin e projektimit dhe rrugës re. Si ishte e zonjat, rrugë e rritë madhe vetë në vetë. Falenderit Karanja, shpjegimi mirë, pa anë ura, tha Karanja, se realisht janë zhdukur ca ura. Jemi sot në kushtet, Leonard Karaj, kur do duhet që le të themi administrata të jetë të merruar nga SPAK deri në këtë pikë, ka të drejtën legjitime ta thotë këtë po themi. Qose është e vërtet kjo është një lajm super lajm. Një lajm shumë i mirë, sepse neve kemi një administratë që vetëm frika e mban. Është vetmja gjë, domethënë që e mban. Pra, nëse kjo administrata është friksuar në mënyrë të tmerrshme nga SPAK-u, ky është lajm shumë i mirë. Lajmi i keq është që nëse kjo administratë nuk firmos, atëherë do të thotë që është e paaftë. Në Bashkinë e Tiranës u vure diçka e tillë kam përshtypjen. Jo vetëm. Jo vetëm thua. Vetëm. Pra është e paaftë. Sepse ti ke marrë përsipër të bësh një detyrë, atë të nënpunësit, dhe nënpunësi normalisht do jetë njësi prokurimi ose KVO, Komision Vlerësimi i Ofertave, dhe ti do bësh detyrën tënde, punën tënde. Pra ke një protokoll, një ligj. Ke një protokoll, ke një ligj të cilën ti do duhet ta zbatosh. Ti nuk ke as edhe një lloj arsye që në një tenderim ku marrin pjesë 5 operator ekonomik, ti të japësh atij që ka vlerën më të madhe. Ti jepi atij që ka demin ekonomik më të ulët, më të vogël. Ja nuk e shkele ligjin ti. Pra kjo nuk ekziston fare, ç'a thot ky i gjati. Ky pallosh i gjatë sipas Belindës. Nuk ekziston. Në qoftë se këta janë të merruar nga SPAK-u, kjo është lajm shumë i mirë dhe tregon paaftësinë e tyre për të firmosur dokumentat. Ke një administrat totalisht të korruptuar dhe të paaftë. Dhe ti e ke tjetër. Se ti ke 13 vjet në pushtet. Dhe aq më tepër që s'di të bëjë tender për letrat, për letrat idenike. Unë kujtoj
është shumë e rëndësishme për letrat higjienike, sidomos për letrat higjienike. Sidomos ato që janë dopjo letër. Dopjo letër. Dhe se imagjino të bllokohet, se këta dhe nuk jetin dhe në kosh. Imagjino pak. Rrim ke tendrat më serioz. Okej. Unë kujtoj në 2010, sepse kjo tenderimet, le të themi me online, kanë filluar që në 2007-2008. Pra, që ta kuptojnë shqiptarët, tenderimin Agjencinë e Prokurorimit Publik e ka ndërtuar Partia Demokratike. E ka ndërtuar ky Saliu. Ky e ndërtoi. Dhe këto tenderime, domethënë konkurrencën në aparatet publike, e ka shpiku, nuk po them e shpiku, po e ka ndërtuar asë kohë qeveria e zotit Berisha. Dhe unë kujtoj që në 2010 kur bëheshin, le të themi, buxheti i vitit, Berisha asë kohë deklaron të thoshte, për shkak të tenderimeve, buxheti i Republikës Shqipërisë ka fituar 18 milion euro asë kohë, sepse përplaseshin kompanit me njëra tjetrën dhe e fitonte çmimi më i ulët. Dhe fondi limit binte. E qartë. Ngelesh më shumë lek në buxhet. Ngelesh më shumë lek në buxhet, 18 milion. Sigurisht në 2010 18 milion euro ishin goxha. Tani këta i kanë kafe. Tani kur erdhën këta ustallarët në 2013-2014 e këtej nuk ka bërë vaki kur më. Na vermoshin Konispol që të bëhet një tender edhe për letër higjienike, Karanxha, dhe këta të mos e marrin në fondi limit 98-99%. Se nuk ka mundësi tjetër që kur ti kontrollon buletimin e APP-s, i shef 98% të tender me flamur të kuq. Pra, o të marrë në kokë, ose me një ofertë vetme. Ose konkurimi vetëm, se ka dhe konkurime të vetme. Dhe pyetja që unë ngre është, po mima, pse nuk ndodhte më përpara kjo? Po ndodh tani. Bile këtu është pik 5D-ja, po e bëj vetë tenderin dhe e marrë 100% vetë, më që s'kishte ndodhur as kjo, mrekulli e Zotit. Dhe prap t'i rikthehem, këto të 5D-s, sot janë në Maldive, për shkak të spakut. Janë në Maldive ato, janë për kokër të qefit. Shka administrata pra që thotë Rama është të merruar? Të merruar, pra, është i të merruar ky, ore. A kur ikën Maldive, pasi ke marri tender? Tha një gjë të bukur ki. Saj që i fletë, më thonë, unë nga dhënjemu, përse. I binin qafta Milinda Gaçanajta, ajo jeton akoma me qira. Pa u thara akoma fjalia, del një shtëpi, një vilë, jo shtëpi, vila, sot mund të kushtoj 5 milion euro, por i vllai i Milinda Gaçanajta kishte bler 500.000 euro. Pa ju s'po merren fare, a është e Milindës, a është vllajt. I vllajt na deklaroi se ku i ka gjetë 500.000 euro që për atë vilën. A nuk e dim çfarë punë bën, unë realisht nuk i hyj kësaj pjesë. Po mirë, pra dhe unë këtë po flas për unë, nuk po merrem me Milindën, unë po merrem me këtë që thotë ky ore. Mua nuk më intereson fare ata që janë poshtë këtia. Mua më intereson ky zotëria, ky që mbron, se është një gjë të mëdhen ti jesh pjesë le të themi e gjës dhe një gjë ta mbrosh me istikam siç e mbron ky. Dhe ta mbrosh me istikam do të thotë që ti je i përzier aq keq sa që je i detyruar tani ta mbrosh atë gjë. Mirë, thank you të lutem regjia. Më kalo pak me sinkronin 2 të kryeministit dhe do rikthehem te Nardi se është fikse njëjta logjik, po ta dëgjojmë atë çfarë thotë Rama dhe nuk do ta ndërpres fjalën. Rikthehem direkt te ky Nard. Prandaj duhen marrë në konsiderat nga të gjithë sa nuk e kanë prekur palcën e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, siç ka ndodhur gjetk, kur antikorrupsioni është bërë një kur më dëmshme se sa vetë smundja e korrupsionit. Dhe ka mira, në mos miliona, po mira, studime, libra, doktoratura për këtë temë. Mirë, kjo ishte deklarata e kryeministrit Nard. Besoj që është e njëjta logjikë. Domethënë po thotë që kjo reformë drejtësi, ndoshta drejtësia e spaku dhe gjykokos pa vajtur tek palca e shtetit, tek ekonomia, tek situata sociale. Antikorrupsioni është bërë një kur më e keqe se vetë korrupsioni. Unë vetëm një fjali. Çfarë do të thotë kjo? Unë mjafton vetëm një fjali për ta hedhur poshtë këtë që thotë ky, që s'merr vesh fare ky piktori, që s'merr vesh fare nga ekonomia zero. Se pak më përpara nxorë këtë reagimin e zënjës Balluku, lidhje me atë libra shprehjes. Po, s'ka lidhje fare me investimin në rrita, është zero. Ka shumë drejtë ajo. Nuk është çështja libra shprehjes aty më.
Aty është çështja qafan, tushemisht, kapshtic. 3 dogana, një koridoritet, i lidhur direkt me portin e Durrësit. E di se në bazë të për llogaritje të Konfindustrias shqiptare. Se s'merrem me llogaritë këtij, ky thash piktor. I jepin i lapës ato ta vizatonaj. Edhe ato është Garavina ditë bëj, se s'di të bëj gjë Ka tjetër. disa vite kryeministri, por Ore, me këtë populla edhe me Sali Berishën përballë ai rridhe 300 vjet kryeministër, por kjo është mohabet tjetër. okay. Te ai populli për cilin ne po flasim, te ai Libra Shprenjas, ky zotëria ka marrë 81% të votave, në 100 vota 81 ka marrë ky. Mirë, do të thotë se Raura si ka shërbyer përpara kur Po atë domethënë ata kanë qenë zakonisht shumë mirë më përpara dhe tani u rrugët nuk prishën. A e interesit kokës e pur. Ata donë me arkivor 4 ditë përpara zgjedhjeve në otolisht vjet, edhe pastaj i dhan 82% votave. Në otolisht aty. Sa kalon? Sa otolishti vjen direkt pas kësaja që është prishur rruga. janë të bllokuar sot. Janë të bllokuar ata sot. Okay? Ata e meritojnë të rrinë të bllokuar edhe një herë derisa të kthehej edhe një Skënderbeu. Në ardhmë mirë që kjo s'ndodhi në fushatën e 2020. Po lemo tani. Se do kishte qenë. Tani ajo që dësha tonë se ti më ngasmon prapë, se desha të zgjidh shifrën unë. Nxjerr. E përllogaritur është 1.2 miliard dollar dëmi ekonomik i shkaktuar këtij vendi vetëm për bllokimin e kësaj rruge në një muaj. 1.2 miliard. Sepse aty nuk është ekonomia shqiptare, ti mos kujto se xhirohet ekonomia shqiptare aty. Aty xhiron ekonomia e Europës, se vinë, shkojnë në Durrës, nga Durrësi ikin trajlet, kontenjerët ikin në vendet e tjera të Komitetit të Bashkimit Evropian. Dhe ky zotëria thotë, nuk ka ndodhur në gjë aty, thotë. Po normal, për ata katunarët e Dragostunjës dhe të Otolisht s'ka ndodhur gjë më burr. Nuk është problemi atyre, më, jo. Ata prapë ty do të votojnë. Kishte shkuar Taulanti sot aty. Se po i dishe shpirti Taulantit. Taulanti përpara një 15 vite shkonte aty dhe thoshte, "Shifjo si është prishur kjo rruga? Tani duhet isha aty unë ti thosha Taulantit, o Taulant, po tani mër Taulant që s'kalon dot, sa ajo rruga e Saliut paktën ishte e prishur, po kaloje." E qartë, antikorrupsioni më i dëmshëm se sa korrupsioni shkurtimisht kaloi tek Arangja, se ndetëm gjatë. Doktoratura, studime, Ai nuk e ka kuptuar fare se çfarë do të thotë. Sinqerisht po ta them pra spaku dhe gjykogoja po dëmtojnë, le të themi, ë. Po nuk e ka kuptuar, pra ai nuk e ka kuptuar dhe çfarë thotë. Ka antikorrupsioni më i dëmshëm se korrupsioni. Antikorrupsioni referohet drejtësisë re, këtu kam përshtypjen. Po kush e ka bërë drejtsinë e re? Po mirë, këtë po thotë që unë s'dua ta pranoj që është dështim, tha, dhe pse më kanë thënë shokët e partisë, mos ta pranoj, nuk dua ta pranoj. Që mund të jetë dështim. O zotri, drejtësia e re është kryekput e dështuar. Po mos u merremi me këtë tani. Tani është karma is a bitch, tha. Tani ky karmën e morën veç biçin le ta gjejnë. Okej. Antikorrupsioni më i dëmshëm kur më e dëmshëm se sa vetë korrupsioni. Unë mendoj në kuptim më të gjerë nuk mund ta them vetëm me spakun dhe GVK-n, por ka edhe struktura pranë qeverisë që janë antikorrupsion dhe janë më keq se korrupsioni. Drejtoria antikorrupsionit në kryeministri ka mbështytur në drejtori e tillë. Ke drejtori tjera, ke shumë për shkakun që i shkojnë edhe hyn tatimorët që hyn me forcë për ambiente. Ti ke pa, që janë shumë me antikorrupsion, unë do ta shoh më gjerë. Pra janë struktura për të luftuar korrupsionin, ndërkohë që janë vetë rrisin barrën e njerëzve. Që kur vinë pushimet në kohë plazh që hynë për hotelet që kontrollojnë pushuesit kanë hyrë apo jo dhe rrinë në rojë aty. Pra këta nuk duhet pa vetëm të spaku dhe të GVK-ja, por duhet pa janë shumë struktura parazite, të cilët janë vetëm për me lodh popullin shqiptar dhe të bëjnë shqiptarët e tij dhe janë struktura pranë ekzekutivit. Qoftë tentative që i shkojnë njerëzve te kontroll. Janë struktura që i shkojnë njerëzve, jo ka shumë drejt, janë struktura që i shkojnë njerëzve te ndërtimet pa leje që ka ecë çerek metri, që shumë bukur mund digjet në mënyrë administrative. Ke rastet që fillojnë plazhet, që zihen për i çadër. Pra janë shumë struktura të cilët lodhin dhe mendoj që duhet të thjeshtohen. Do ishte më mirë të mos ishin fare, sepse të mos ishin fare, sepse marrin parë nga buxheti i shtetit, ai gjëja për me rujt territorin e kënej ja hyj territorit vet. Na ka rezultuar krejt dyshë janë struktura jo efektive, sepse fakti që spaku na konstaton shumë vepra penale korruptive tregon që nuk funksionojnë. Atëherë më mirë thjeshtohen, ulim korrupsionin kështu duke nxjerr këto struktura antikorrupsioni dalin jashtë loje. Po Rama se ka me ato pra Karanja, këtu është problemi. Unë mendoj se ka me ato. Nardi thot ndryshe, unë them ndryshe. Është e vërtetë që vinë. Njerëzit vinë nëpër lagje, kështu që shohin tjeguat, shohin gjëra. Këto struktura mund të jenë janë shumë fryra që vjen gjoba atje, duhet të jenë më të thjeshta ta konstatojnë. Karanja, ti atë një konsultim tjetër më të thjeshtë fare. Po. A ndryshoi kodin penal ky përpara një muaji e ca? Po. Okej.
me që se kishte meraku do më thënë të korupcioni dhe antikorupcioni, pse nuk u ishtë ky me ata gjithologët e tia, Fatmirin e Xhafave dhe Ulsiun e Manjave, me ata që janë mendje ndriturit e jurisprudencës së PS-së dhe Shqipërisë, dhe thoshte, e di si është puna, problemi jonë është korupcioni dhe antikorupcioni që thua ti po. Neve di çfarë do bëjmë po. Këto vepra penale të cilat prekin korupcionin, neve do të difishojmë marzhin e dënimit. Pra, shkeljen e barazisë në tendera që është deri 4 vjet burg, ne do ta çojmë 8 vjet burg. Dhe kjo do kishte logjik o Karanxha. Edhe në varësi të vlerës tenderit, se nuk ka soi për tender, po qëndrojmë tek letrat higjienike. Tek një nen është 258, po duhet të jetë disa paragraf, kur të jetë mbi 1 milion euro, të eci prapa e. Paragrafi 2, 3, 4. Mund të rëndohet mbi bazën e sasisë. Po, jo, se është shumë e vërtet kjo, sepse ti sot Belën e ke për shkeljet barazisë në tender, apo Bela të ka 4 miliard euro qarkullim, o zotëri nderuar. Qarkullim. Tani ti po më thua mua, do më thënë që duhet ta marrësh këtë ti për ndjekje penale për shkelje barazisë në tendera? Dhe një lloj si me një antar të KVO-s në bashkinë e Patosit apo të Roskovecit, që ka letër higjienike? Ja, pa ky është korrupsioni dhe antikorrupsioni, që të thash pak më parë. Ky zotëria nuk e ka konceptin fare, po zero. Ja, do rikthehem se kemi akoma dhe një sinkron të Ramës për ta diskutuar. Do kesh dhe një hapësirë, domethënë që të bësh një analizë tjetër. Spaku dhe GKK-ja, po e dëmton ekonominë shqiptare, ndoshta janë drejt dëmtimit të ekonomisë shqiptare, ndoshta strukturave sociale, si thot kryeministri, sa pa prekur tha në palc sa kryeministri, e kishën kontekstin që ta parandalojmë gjën. Unë mendoj që fenomenet e konstatuara nga Spaku dhe GKK-ja duhet shërbejnë si shkak për riparimin e problemeve, jo si problemi vetë. Pra, unë konstatoj një shkelje ligji, si që ka rezultuar që bëhen tendat hiqe, prishe ndarket, jo mu s'mha fare për këta e prishe bëj, duhet haj. Pra, ne na del që si sa një drejtor, nuk po i përmenim, tha nuk m'ha fare bëj qa du. Atëre, me që bëj qa du, shkon në burg pa fat. Mrego? Neve duhet që ato që ka konstatu shkelje Spaku, të reflektojnë që të mos përsëritet më në tarën, sepse dashur pa dashur, neve s'dume mund ta kesh natë në një person Spak, në një prokuror, në një gjom, ndoshta i takos, si takon me qenë aty është gjë tjetër, por ushtrimi ndjekjes penale është detyrë e prokurorit. Ai konstaton që ti ke shkel ligjin. Pra ti ke bë ligje, prap dalim te ligjet, i ke bë ligje që i shkel vet. Pra ti pse i bë ligje ose si e jaft bësh ligje, siç ka ndodhur me mendimtarët dhe shkencëtarët e reformës në drejtësi, bë ligje që bie vet prap mren. Prandaj, Spaku dhe veprat penale të konstatuara, të shkeljet, duhet bërë analizë për këto, çdo vendim, ku ka qenë shkelja, dhe këto të mos përsëriten më në tarën. Në çdo administratë bëhen mbledhje, siç janë bërë më përpara, tenderi duhet bëj kështu, duhet bëj kështu. Respekto ligjin. Ti në vend të shohësh me atë që ka ardhur pasojë palishme, edhe të letrat. Se po dalim prapë të letra, se ngjelem të... Do më thëmë që po e marrim si ashtu. Tender është po merr letrat e 4 pakër. Edhe tendri letra duhet letra mirë, cilësore, që jo të argjosh 4 letra për të marru punë. Duhet me një letra, po të jetë letra mirë, jem rregull. Po. Edhe të tendri letrave. Mënyra se si thot kryeministri për këtë, sepse unë referohem kësaj që a mund të jetë këtyre vërtet Spaku shqetësim, që mund të ketë bërë abuzime të kësaj natyre, që thot edhe ai punonjës administrator, tendri mirë po e bëj. Por mos ndoshta diçka po e gjen Spaku. Më thënë është një frikë antikorrupsioni fund fare, bëhet më shumë problem se sa korrupsioni. Sepse ai se kemi 2-3 njerëz që po bën diçka këtë tender, po janë 100 të tjerë të cilët s'po firmosin më. S'po qëndot përpara projektit. Atëherë ti themi sipas linjës së kryeministrit, ti themi domethënë që zgjidhja është e vetme Spak lëri këta të vjedhin të luajnë fen, sepse ndryshe është e vetmja mënyrë që të ecin përpara ky qeverisje. S'po themi këtë, por ndoshta të jemi më të kujdesshëm. Pra të bëhen ndryshime, po mos ta lejojnë pezullimin, ndoshta, nuk e di. Ore, jenë Tereziti. Prit, të lutem, që të vazhdoj bisedën u regjia, të lutem, më kalo pak me sinkronin e tretë të Ramës, që dhe unë t'jemi mbrojtur tek argumentat e mia, se nuk do të bëj kështu fiasko në pyetjet të cilat bëj. T'jemi kujdesshëm edhe me dy të ftuarit, por edhe me audiencën vetë, sigurisht edhe me personat cilët ne i përmendim këtu. Inserti. Të cilët, kur dëgjojnë që një gjykatës i thot prokurorit, rëndoja dorën, se e ke të lehtë akuzën,
apo një tjetër gjykatës në apel i jep ankusit një dënim edhe më të rëndë se sa ai që kishte në shkallën e parë, këta kujtojnë anglisht folësit se këto janë bomba artizanale të propagandës qeveritare. Këto janë fakte. Fakte të tmerrshme. Dy probleme. Kush janë anglisht folësit që ju drejtohet kryeministri, dhe është e vërtet që kjo që thot kryeministri që në apel përundojnë, le të themi, akuzat ndaj personave të cilët akuzohen. Po turp, ka ky kryeministër apo Nart, mua sonte po më bën shumë pyetje retorike, po shumë pyetje të cilat nuk kanë përgjigje. A ka turp më, a ka dert ky më, ky unë s'e kuptoj. O zotëri nderuar, Ervin Saliani është dënuar në shkallë të parë me 6 muaj burg. Po. Okej? Kur shkoi në apel, apeli i vuri 1 vit burg. Këtë tha kryeministri. Okej. Po pse se tha atëherë më kur ishte Ervin Saliani që shkoi në burg? Tjetër gjë, tha, ka kryer vepër penale, tha atë kohë për Salianin. Le të dënohet, tha, unë këtë mbaj mend. Por je në Terezi, ky nuk ka turp, po të themi një tjetër, as nxihet, as skuqit, as verdhet, zero mo. E para një herë, apeli ka këtë drejt me kod procedure. E para. Se gjykata nuk është noteri i prokurorit. Çfarë të prokurori do vendosi gjykata? Ç'jo është kjo histori më? Sigurisht që e ka këtë drejt. Qose gjykata e shkallës parë, ni ka majt ison prokurori, sigurisht gjykata e apelit për atë punë është ajo. Po gjykat fakti gjykata e apelit, po ai se ka iden, të thasë njërë, lapës jepi atia, të bëjnë e zgarravin, se gjëtita e smeresh. Nuk ka lidhja ai me sistemin e drejtësisë. Prandaj thot puçistët brenda, ma pas kanë futur këta mua. Këta ma pas kanë futur, s'pas kanë marrë vesh unë, se çka kanë puçistët të tani. Gjatë Enver. Po ai shkruante ca vepra pak në ky ç'a bën ky? Anglisht folësit, po tjetë e qanë anglisht e nëra? Kush janë anglisht folësit, sepse kjo më bëri përshtypje, sepse du të kuptojmë një gjëna. Prej disa ditësh, le të themi, reaksionet e ndërkombëtarëve kanë qenë aty prezente në media. Komisioni Evropian ka kërkuar, le të themi, trajtim të çështjes së imunitetit Ballukut me një lloj urgjence. Edhe McAllister, i cili erdhi pak ditë më parë, edhe eurodeputeti gjerman kanë përshtypjen për këto. Foli, a janë këta anglisht folësit, a i drejtohet le temi ndërkombëtarëve që shikoni se ju i kërkoni po kemi problem, thotë Rama. Ky është problemi, ky është një nga probleme, sepse fjalimi ishte 1 orë 40 e kusur minuta. Tani, okay. Ka të drejt i drejtohet, kështu themi. Okej, ka drejt nuk ka ai, po gjithsesi unë po them atë që ka bërë. Që Rama sot është në një përplasje shumë të madhe me Bashkimin Evropian, me Brukselin, ky është fakt. Këtu nuk është se po shpikni në gjëneve. Edhe nuk ka ndodhur sot e dje. U bën ja 4-5 muaj. Kjo ka ndodhur për faktin se Rama ka shumë kohë që po vdes të mirë të një telefonat nga presidenti Trump. Pra i ka çuar të gjithë atë perspektivën e tij për te oqeanit, nuk merre më me Europën. Nuk duhet t'ia dimë me këta europianët. Pavarësisht se vitin e kaluar e mbushi Shqipëri me bullshite për Shqipëria 2030. Dhe nisi edhe një lloj afrimi me Brukselin për mënyrën se si neve do nënshkruanim të gjitha të parafronim legjislacionin me Bashkimin Evropian me qëllim që të bëheshim gati për Shqipëria 2030. Po ky nuk ka interesin që Shqipëria të shkojë në Bashkimin Evropian, or jo. Pse? Nuk është edhe kryeministri kanë përshtypjen kjo? Ti mendon që ky ka ëndër që Bashkimi Evropian të kontrollojë, të na kontrollojë ne, të kontrollojë këtë? E di çfarë do të thonë që ti je Bashkimi Evropian ti? Në 2030 ndoshta realisht mund të jetë një ëndër kryeministrit për ta bërë siç e ka reflektuar referohet fushatës së kaluar, vjetë. Duke ëndër e madhe. Ti jesh në Bashkimin Evropian, do të thotë që të ecësh me hapin e Brukselit dhe të kontrollohesh nga Brukseli, o zotëri nderuar. Jo të bësh çfarë të duash ti këtu. Ti jesh në Bashkimin Evropian, do të thotë që në momentin kur ty Brukseli të thotë 33 milionë euro ti i parë duhet më kthesh mbrapsh, ti duhet t'ia kthesh mbrapsh, o zotëri nderuar. Kush pret jetë në qeverinë 2030-ën? Se ndoshta kryeministri po e them kështu, po janë ngec një qeveri tjetër. Po ç'ngec ai më burr për atë të thashë një tjetër, sa të ketë Sali Berisha në krahun këtë se e zgjedh ky dhe kundërshtari. Pra i është në 2030-ën thua. 2041-shin të kam thënë unë ty. S'ta kam thënë kod 2041-shin. 2041-shin. Okej, nëse është kështu, është kështu. Po pra, tani është taksirati i këtij populli që se këta mund të votojnë çfarë duan mo. Si të duan le të votojnë? Ky do jetë prapë aty. Nga njëra anë krahun, tjetër do jetë Berisha. Pa marrë ky film.
Kjo histori është mbyllur, o zotëri nderuar. Po të paktën, e di çfarë ka domethënë, a di çfarë kemi ne mundësi sot që të paktën dalim në këtë televizion, në media këtu apo gjetë, edhe themi, flasim. Deri në një farë masë, kuptohet. Sepse po të themi edhe gjëra për te asaj, domethënë, sigurojmë domethënë që edhe mund të mos dalin fare. Në një analizë bëjmë, më lër vetëm ti drejtohem një moment audiencë për të gjithë, që sigurisht ne bëjmë analizë këtu në sken krimi, me të ftuarit tanë, konstatojmë problemet cilat le të themi referohen në sistemit ndoshta politik, sistemit drejtësisë, policisë e tjera me radhë, bëjmë disa konstatime se sa që ndrojnë ato në fund të ditës. Ajo sigurisht mbetet për të parë, gjithë secili prej nesh këtu është një person i cili është përgjegjës, mban përgjegjësi për ato që thot, duke filluar që me mua sigurisht janë mendime krejtësisht të pavarura, a mundemi ne të gabojmë ndonjëherë në ato që themi, sigurisht që mund të gabojmë, ashtu siç gabojnë edhe qeverit apo qoftë edhe opozita, ku liderat gjithnjëherë themi, i kemi dëgjuar të thonë që gabuam këtu, gabuam atje, gabuam atje. Kështu që edhe ne mund gabojmë në një moment të caktuar tek mendimi. E kisha për detyrë të shpjegoja që analiza i kemi fund të ditës. Edhe kritikat që bëjmë janë sigurisht kritikat shëndetshme. Mendoj unë. Nëse jemi dakord. Neve na mungoi sonde dalja në protest e opozitës, sepse aty do kishte qenë edhe kulmi i kulmeve, kështu që po më vjen keq domethënë që po hamën një 2 orë të tjera dhe nuk ishim sot domethënë për t'i bërë iso atij siamezit të zotit Rama. Okej. Mirë. Faleminderit Nard. Ka të drejtë, ju keni qenë prokurori, keni qenë prokuror Karandra. Ka të drejtë kur thot kryeministri që shikos aty në apel i thon mbushet me akuza, i thon prokurorit, i thon ata gjyqtarët. Dhe kush janë anglishfolësit, përse u drejtua Rama kështu? Anglishfolësit në Tiranë. Unë mendoj që anglishfolësit janë pjesë e grupit puçist. Mendoj se ata janë. Pse? Edhe këta puçist Karandra? Anglishfolësit, Po mos janë këta puçistët pra. ndoshta e këta janë, sepse çfarë ndodh? Ne dhe Spakun gjithmonë e shohim në kuadrat ndërkombëtar. Ndërkombëtarët thotë tjetë mirë të luftohet krimi organizuar, të luftohet droga, ndërkohë te korrupsionin edhe spysim fare, siç e tha dhe Nardi. Ne korrupsioni po na gryn. Ata ndërkombëtarët janë fokusuar vetëm te Spaku. Pra, pasën e Spakut në dorë, për me kontrollu që Spaku të bëj goditje. Shumë bukur, Spaku ka funksionuar. Më mirë, mund funksionoj më mirë, më keq është gjë tjetër. Tani, po shqiptarët që s'kan drejtësi që këta anglishfolësit e shmangin në çdo lloj raporti, dhe raporti i Bashkimit Evropian u shmang shkatrimi i sistemit drejtësisë. Dhe këta anglishfolës që opinionit ndërkombëtar ja japin gjendjen në Shqipëri ndryshe, ndërkohë këtu është ndryshe. E po këtë thot Rama aty. Atëherë këtu Rama ka drejt. Dhe unë mendoj që këta janë pjesë e grupit komplotist puçist. Pra këtu ka puç. I cili është konstatuar nga vetë Rama. Çik me vonesë e konstatoi, por ka puç. E dyta. Në një formë apo në një tjetër, ndoshta Rama mund të ketë sikletin e të mbrojturit të njerëzve apo të le të themi të kabinetit qeveritar e tjerë, por nëpërmjet mburojës, duke vendosur qytetarët, ai po e bën këtë punë. Unë këtë po e them në kuadër të qytetarëve. Është bërë puç ndaj sistemit drejtësisë. Është shkatruar sistemi i drejtësisë. Edhe nga ndërkombëtarët thua. Nga ndërkombëtarët se ata kanë hallë kapjen e Spakut, vetëm Spaku thënë. Ndërkohë që qëllimi i reformës drejtësi, 2016 ishte gjë tjetër. Pra këta rrenë, mashtrojnë popullin shqiptar. Në bashkë me këto anglishfolësit që kur i raportojnë anë, i raportojnë gjëra ndryshe. Madje ne duhet mblidhemi të bëjmë një kallëzim penal në Strasburg, atje në Bruksel këtyre personave që kanë shkatruar sistemin e drejtësisë me paratë e Bashkimit Evropian. Duhet ngriti bëhet një kallëzim, që të bëhet një audit në lidhje me paratë si është shkatruar sistemi i drejtësisë, sepse sistemi i drejtësisë është drejtësia theksojmë për qytetarët, jo për masat, jo për nenin 242. Që duhet katunarit suktit neni 242 me? Që duhet atit neni 242? Nuk i duhet fare. Në lidhje me pikën tjetër, me rëndimin e pozitës në apel nga kur ka ankim vetëm nga i Panderi. Unë jam ndjeni këtij rasti, ky ka qenë një rast skandalos. Gjykata e apelit GKK-s mbi ankimin e Panderit ka shtri kabullin, si mund ta thosh, ka shtri kabullin, është grup kriminal, është kështu, është ashtu, ndërkohë ka rëndu pozitën e Panderit dhe ka kthyr çështje për gjykim. Kjo është kele rënd. Është në kufi të shpërdorimit detyrës. Gjykata e posaçme ka bërë. Po, me ankimin e Panderit
ka rëndu pozitën e Panderit. E ka rëndu... Do më thoni ka shpate që u ankove. Çfarë që ankove? Pra, njeriu ka frikë shkon gjykatë më lart, edhe sikur të jetë ndryshe, e ka favorizuar thojza prokurorët, ti nuk ke mekanizmin ligjor. Kur është ankim i Panderit nuk e drejt të flasësh asgjë, qoftë në pjesë arsyetuese, aq më tepër ta prishësh. Pra, unë shkoj për më mirë ti shtrirë kabulli. Pse për shtrirë kabulli? 220.000 kW. Për këtë fjalë ministri merr si referencë. Atë këtu është drejt. Unë e di se për çfarë rasti bëhet fjalë, vendimi është prish nga gjykata e lartë, por edhe këta gjyqtar duhet të jenë të përgjegjshëm për veprimet dhe mosveprimet e tyre. Madje duhet të ndryshoj mentaliteti. Duhet procedohen ata gjyqtarë të cilët fusin popullin në burg kot. Për kot. Domethënë ka bën një vepër, por s'është për në burg. Pra edhe këta të procedohen, se kur futen njerëzit në burg, nuk procedohet kush. Këtu procedohet vetëm kur e liron. Pra ndodhe e kundërta. Dhe këtu ka drejt. Mbushje burgjeve, politika penale është e gabuar, por bëhet fjalë në raport dhe me ligjet. Duhet ndryshohen disa ligje, jo vetëm neni 242 kur vjen. Se neni 242 është bërë për vetën e vet. Shtohet numri i personave të cilët për funksionarët për vetën e vet. Se e ka firmos për vetën e vet. Kështu që shkurt është për vetën e vet. Do ta pranojmë atë që për aty ishte. Duhet bëhet neni 238, gjitha rastet kur futet në arrest, pra në burg, arresti në burg duhet të jetë përjashtimor. Janë 9 masa sigurimi dhe kjo duhet, dhe neve e shohim nga pozita e qytetarëve. Dhe GKK-ja e ka bërë këtë rast. Ky është rast i vërtet. Ka prish vendimin mbi ankimin e Panderit, që është e padgjuar, janë rregulla latin, siç e nisëm është në latinisht, ato janë rregulla latin. Tregon tash pse e kanë bë, ose një ashpërsi të personit ose dopt që dënohen njerëzit sa më shumë sepse s'ka, tash ti e shef ligjin, mund ta kesh në një natë tjetër, e ke një natë. I poshtër është. I poshtër ligje ke, s'ke që po. Do ta afirmosë se i takon ato. Si mund ta rëndosh pozitën? Dhe ky rast është rast për të shqetësuar. Po jo të gjetet në kuadër të deklaratave politike, po të procedohet. Atëherë, po i parapërien ndryshimeve të forta, ndoshta për t'i prerë krahët SPAK-ut dhe GKK-s, jemi përpara ndryshimeve, po i paralajmëron kryeministri këto, ju drejtua dhe anglisht folësve që shikose. Anglisht folësit duhet ta raportojnë dhe këtë rast. Anglisht folësit duhet të raportojnë zgjatjen e afateve gjyqje nga 20 vjet që njerëzit po marrin drejtësi. Anglisht folësit duhet të hetojnë ku kanë shku gjethet, parat e reformës në drejtësi. Pra ti shohin gjërat në kompleks, jo vetëm te SPAK-u. SPAK-u ka funksionuar, e pranojmë, por nuk ka qenë SPAK-u qëllimi. Qëllimi ka qenë që të marrin shqiptarët në Shqipëri që të fitoni gjyq në kohë, po jo të humbin. Sot u krijuan gjykatat administrative, që çështja deri në apel të mbaronte shpejt në apelin administrativ. Praktikisht sot apeli janë te 2018 akoma, jo për fajt gjyqtarëve, e theksoj, po për fajt të shkencëtarëve të reformës në drejtësi që gjetën me i fut drejtësisë në sharr. Qofse për një gjyqtar prokuror edhe sot ka informacion për shkelje ligji, mund procedohet në mënyrë të pavarur. S'mund të hyjet gjithëve. Kur ka informacion ke shkelje ligji në këtë raste, edhe inspektoriati duhet veprojë më shpejt, por jo kështu. Anglisht folësit duhet marrin përgjegjësinë e tyre. Mos atje që raportojnë, të raportojnë mirë. Se raportojnë edhe keq. Faleminderit Karanxha. Atje që marrin janë dy punësum. Faleminderit Karanxha. Pyetja e fundit, shkurtimisht, që të kalojmë edhe tek çështja e fundit në ardh për sa i përket vendimit SPAK për sekuestruar dokumentacionin e portit të ri të Durrësit. Domethënë jemi në kushtet që për hir të mbrojtjes politikanëve përmbrohen dhe qytetarët. Kështu i bie, apo jo? S'ka për ndodh kjo. Nuk ka për ndodhur, nuk po parapërien ndryshime kushtetuese, le të themi, që i presim pak krahët SPAK-ut, i dalim në ndim politikanëve dhe i dalim në ndim qytetarëve. Po pse do të presim këto neve? Ne ti mjafton domethënë që ta lexosh ligjin shqip, sot një lloj siç është për qytetarin edhe për politikanin apo për këtë zyrtarin e lartë. Pse e shef sot ti ndryshe? Dhe pretendon që nesër me këto ndryshime pastaj do përfitojë edhe qytetari. Pra unë po bëj një rrugë këtu për të shkuar te vila e Andit, po përgjatë kësaj rrugës do përfitoj dhe Nardi që e ka një 100 metra para se të shkojë te vila. Po rruga po bëhet për Andin, nuk po bëhet për Nardin. Këtë po më thua ti mua. Unë ty po të them sot është shumë e thjeshtë fare. Po i rikthem dhe një herë në fillimit e emisionit. Në qoftë se Duri Mbami do të rrinë në burg, atëherë nuk ka logjik që Belinda Balluku të jetë jashtë. Sepse vepra penale, dëmi ekonomik. Se sta bëra pyetje për këtë. Duri Mbamin e kërkonte SPAK-u nga policia vajti atje.
Belinda Ballukun po e kërkon spaku po s'po e japin. Akoma më keq. Po tani nuk është faji drejtësisë kam përshtypjen këtu, ë? Po unë s'po flas për faj drejtësie këtu. Unë po Se flas që për kishim padrejtësinë, orientuar. për padrejtësinë që i ve vullën kryeministri. Unë për këtë po flas. Më the që rruga shkon te Kandi, përfiton dhe Nardi këtu. Po, Ishte po. pa rrugë fare, po e shtromi rrugë. Pa- Si ka ku shkon? Po kalon ti aty. O zotri, Po mbrohesh te kjo rrugë, ku di unë. Është me ndriçim, kalon mirë. po, kjo rruga nuk është e mirë publike. Kjo po bëhet për Andin. Kjo është e përgjigja. Nuk është një mirë publike sepse Po tani unë po flas për një të mirë publike. Drejt ka dhe Nardi, kur bëhet një rrugë ka një zhvillim ekonomik, fluks. Pra ti do ta bësh rrugën aty ku është një fshat, jo kur është i shpikne. Ti çojnë qendër fshatit dhe ky politikanit shkoj te qendra fshatit dalim rrugë. Po jeta si drejt e rrugën pra shtëpitë bën vet. ligji për qytetarët, Pra rrugat bëhet për komunitetin, jo për një person të caktuar. Ai nëse është burr, e bën gjithë zonën, edhe botë shtëpinë vet. Po jo dalin sepse këtu po bëhet sade. Është ndryshu unaze madhe për i politikan që ka shtëpinë anë nga fresku. Pra është ka në formë uje. Tash shkoni shifeni. Pra s'mund të ndryshohet rruga ose bëhet rrugë për persona të caktuar. Kur bëhet rruga, bëhet projekti siç duhet. Studimi ekonomik, sa makina lvizin dhe ku ka popullsi. Po jo kot bë rrugë. Pra ishte lidhja me ligjin, rruga është ligji në këtë rast. Para 15 vite më nxorë tani më e mend u bën një rrugë që s'ishte zhvilluar fare ajo zona aty poshtë Saukut. Në Çollak i thon. Vetëm se i po ndërton të vilën Benet Beci më burr. U bë rrugën, e çovi rrugën të asfaltuar, ishte i drejtonte fondin shqiptar të zhvillimit dhe e bëri rrugën vetëm se po shkonte te shtëpia e tij me rrugë mo. Tani do thuhesh ti Asfalti është zhvillim.